Më duhet të marrë kontraceptiv. No. Aq më tepër që vjen dhe tab dhe unë prezervativeve s'ua kam besën fare. Që bëm gjë mbrëm neve? U përpoqë. Marrë sa kishe pirë ti. Po të thash njerë që u zure me ato të shpirë. E din ata që ti vjen këtu? Jo, nuk e di. Nuk të kërkojnë? E din që jam të një shok. Po mirë që dreqim pate që u zure me atë çunat. I që nga ndi me motër. Dhe ti nuk mund të evitoj këtë sherr? Jo, nuk mund të evitoja se të motrat nuk duroj dot. Me këtë fytyrë që ke ti, nuk mund të takosh me ata njerëz që ke punë. E di. Dhe deura jote shpirt mund të na zbuloj të gjithë. Edhe këtë e di. Po mirë, ç'ke që nxesh? Më jep një cigare. Nuk do të më ndezësh? Jo, të ndes pastaj. Mos të haroj, pas 2-3 ditësh ke takim me Nikun. Ato nga do të vinë? Do vinë nga Vlora për 2-3 ditë. Ika. Andeta, shikoj një këtë? Da, më ka idiota. O Ira, pse nuk i takoj? I takon? Ha? Ndë i gjirë. Seriozisht e këtë? Ndë jo për i këtë. E që në shumë mirë. Të ndë, dhe i shikoj mirë për ta. Duri, e di që këtë monologun e veshnatës e ke fantastik. Në mes të errësirës del aktori me një imazh mitik si një perëndi dhe sundon gjithë hapësirën. Pastaj u drejtohet njerëzve. O njerëz, një shpirt po ju flet. Një zemër 50 vjet e burgosur. E di, mori dashur, e di, vetëm se më shqetëson shumë mendimi që është mesnat, njerëzit flenë, kush do ta dëgjojë këtë monolog? Po, mori dashur, për është natë artistike. Ne abstragojmë. Dhe zëri ynë është si një shpatë magjike që qanë errësirën. Është si një vegim prallor që zgjon njerëzit nga gjumi letargjik. Është si të thuash një diell kozmik që davrit kaosin dhe kotësinë e kësaj jete. Sofo, pasioni yt më habit, edhe më mbushet mendja top se kam bërë një kryevepër. Kur ti rrënqethesh në të lexuar e imagjinon si do të jetë në vizion, do dal një film që ja zbërthen brinjët këtij tranzicioni të fllëqur që po kalojmë, more sofa. Vedi bir tjetër.
O vinë. Pash zotin, kush janë ato dy tipat aty? Ata ty? Kujtohen se janë artist. Po përgatisin një skenar për një film të madh. Kanë 6 muaj që vin këtu mëngjes për mëngjes, marrin nga një kafe dhe se lëshojnë tavolinë deri në drek. Ashtu, a? Po pse s'thua ti? E pas ke siguruar një rol në filmin e tyre. Kur të bëhet filmi i tyre, do bëhet gjyqja ime nusa. Dgjoj, hajde. Çoj nga një teke nga ana ime. Lërja mas do t'i aj qafe nga lokali. Erdhëm në shef. Jeni sigur që nuk lat gjurmë? Pa merak, ishe kuqën të gani, kopsiti letrat vetë. Okej, nxitoni. Më vjen keq, por për linjën Tiranë-Frankfurt New York, për nesër nuk ka vend. Mund të thoni me Swiss Air ose Alitalia. Ju lutem. Alo? Lolën desha pak. Po? Jam unë. Kush? Ai që të njoftova për fatkesi. Mirë jeti. Kush jeni ju lutem? Do ta merrni vesh më vonë. Do të vi t'ju takoj vetë ose do të vi dikush tjetër. Se më tratoroni kështu? Kush jeni? Çfarë kërkoni prej meje? Mos u shqetëson. Është diçka që nuk mund të sqarohet në telefon. Ç'do të thotë kjo? Dëgjoj. Nga familja e Tonit. Më mirë të mos dukesh. Nga familja? Nuk kuptoj asgjë, më thoni të paktën një fjalë. E shëndet, ke qenë mirë. E shëndet. Ke bëdu një shqetësim. Çfarë shqetësimi? Çfarë janë këto pyetje? Kush jeni se po më çmendni? Më thash, do të vi vetë. Ose do të vi dikush tjetër. Alo? Me kujdes, vendosen ti. Ti këtë pjesa e jakës më kujdes. Edhe aty po, shikoj si është bërë ajo. Do të kemi që kujdes. Këto fundet, do t'i majmë t'i qojmë atje t'i vënd stil. Dhe pastaj sjellim prap këtu se... Ua, pas ka modele ultra këtu. Sa e bukur është ajo gjaketa zezë, mbas vishnjes atje. Sa e bukur. Ha? Të pëlqen? Kush e di sa shtrenjtë do i ke. Më ka thënë që t'ja bëj unë reklamën në televizor. Era, hajde mi brënd. Mere dhe shoqen, hajde. Nuk di si t'ja bëj. Vjen vetëm i pse do leshe rast të qitë për ju budallaq. Hajde futemi brenda. O, era po të pres këtu unë, era. Jo po të pres këtu, s'ka punë. Era hidhi një si dyqani. A? Si të duken? Shumë të bukura, janë shumë moderne. Në fakt, si kam parë me asnjë dyqan tjetër. Ashtu, pali pastaj me një trup të tillë. Me një kështu si ti. Sikur të provojmë këtë era, shiko sa e bukur është. Hiqe një xhupin. Hiqe xhupin. Shumë bukur. Sikur t'i bësh edhe flokët kështu era. Sot sa e bukur je. Si të duket?
Më falë, po më presim për jashtë. Mirë Do që. iki tani. Po ti këtu qenë kë? Po. Po ti? Pse unë shpinë tënde si a i du? Të kujtove se zot kishte njeri? Jo, thash mos ju shqetësoja, pastaj... Thash se ishte në punë. Isha, po më tim të koka, prandaj erdha. Erdha të marrë ca rroba se më duhen. Flori, çfarë janë këto që po bën? Kur do kthehesh në shtëpi? Kur? Këto ditë do të vi, po. Nesër se pas nesër shkojmë në Vlorë, kështu që... Në Vlorë? Ç'punë ke në Vlorë ti? Kam punë me pse habitesh kaq shumë. Nuk kemi njëri në Vlorë ne. Mos merresh me ndonjë... O, Lola, bëj në i vjesht tash im dëgjoj mua. Flori? Nesër ose pas nesër do të flas. Po, për mamin dhe për babin nuk mendon ti? Hë? Nuk e diti sa të shqetësuar që janë, sidomos babi? Jo, nuk e dëgjove atë ditë babin ti? Po mos ja vëre se është i stresuar. Që nga i stresuar ai. Ne nuk jemi stresuar neve. Do na bëj filmin e shekullit ai, do na çuditës botën. Pra psherr do kemi sot. Po pse do keni sherr? Unë që jam sebepi i sherrit nuk jam në shtëpi. E di mirë ti? Po kjo? Çfarë është kjo? Fatura e telefonit. 92.000 lekë, Flori? Thonë që ke folur ti. Po mirë, unë kam folur. Oh. Urdhë këtu. Unë paguaj. Ku i ke gjetur gjithë këto parati? Në bingo, Lola. Po ti bëj ndonjë vjesht të dua ty. Ku banon? Te një shok banoj. Po e rasisht. E ngjet përsëri ai Benzi apo jo? Cili Benz? Nuk di gjë unë. Po ti ke pasur ndonjë problem? Problem? Çfarë problemi? Mos të shqetëson ndonjëri, mos ke një problem tjetër. Jo, jo. Po patë një gjë ma thua, jo? Mami, çfarë ti them? Po si shumë të dy nga ana ime. Është e sigurt. Patjetër. Pas nesër do ta nisim në Vlorë, ta çojë policinë. Je i bindur që e bëm? Jam plotësisht e bindur. Ata të kanë folur ti do ta nush. Ja. Po në pallatin tonë, ka të dy motra simpatike. Në njërën për tyre në ato të domen karën dëshurinë e rrëgjë. Sot, më telefonon përsëri me një luajnë në butik. Jam krejt e çmëditur. Akoma nuk po kuptoj ç'ka ndodhur me të. Ka qenë vërtet aksident? Apo kur nuk më shkon mendja. Ai që më telefonoi më ka futur të merrin. Tha se do të më takoj vetë. Kush është ky njeri? Çfarë do të më thotë? Ç'lidhje ka pasur me të? Po nga unë, ç'kërkon? Në shpirtin tim, dhimbja dhe frika janë përsierë aq keq sa unë nuk di t'i ndaj. Nuk e di. Po më ndonë më shumë humbja e ti. Apo të merri.
Më falni, do të merrni gjë tjetër? Jo, faleminderit. Jo, faleminderit. E po 4 orë me një kafe? Ore çun, ç'të duhet ty sa pim neve? Jo, mua nuk më duhet gjë, po pronari im... Pronari ta ketë për nder që ne vim këtu. Nëse pas nesër ky lokal, ky furrik, futet në histori, merr emrin tim, merr emrin e sofës, merr emrin e filmit ton, kthehet në monument kulture. Bile ai duhet na jap paradhënie për reklamën që po i bëjmë. Po pra? Ose ne s'porositëm në gjë. E që ndërto kapitalizmin pastaj me këta biznesmen amator. Edhe ti do hysh në filmin ton, me intervistat, me kronikat. Pastaj ta kesh për nder, ju ke shërbyer 2 artistave të famshëm këtu. S'besoj. Po ja, pra po ta themin edhe duhet ta besosh. Halli im është e deri atëherë, pronari do të ketë pushuar nga puna. Dhe kjo për shkakun tuaj. Pronari. Gjithë horrat u bën milionerë, së vo. Por do të kisha atë fjallën tja, po bërë shoka? Cilën? Qa, nuk do ikësh pasesën Parise? Aha, jo nuk do nisem. Po shtë gjeti ty kështu? Ti e kishe edhe me qef të madh. Pastaj ato punë të mëdha që the. Apo janë ca punë që mund t'i bëjnë edhe të tjerë, do nis kelin atje. Kam ca punë tjera më të mëdha këtu. Pastaj si do hike unë, ti do inaugurosh butikun. U bëre merakti për butikun tim. Nëse mua më bëjt qefi që do jesh, se prezenca jote ka një tjetër hije. Megjithatë, ti nuk je nga ato që do të rrishin në hijen e të tjerëve. Ti do t'i kesh të tjerët në hije. Se kam thënë ndonjëherë këtë gjë. Ama ç'bën ti gjetëm për të filozofu. Ç'o ndërrove? Jemi që jemi, kthehemi i bëjmë një vizitë tyre komshinëve. Po na duket vetja si abanxhin. Pastaj njeriu me dikë duhet komunikoj. Po, pse pikërisht me këta? Po me këta jemi përshëndetur më shumë. Pastaj ka dhe dy vajza shumë simpatike, sidomos ato të voglat. Nuk ke merr me mend se sa më pëlqen. Në atë rast, i ftojmë edhe për inaugurimin e butikut. Po, kam frikë se nuk do të kenë dëshirë të presin vizita. Po pse? I ka ikur djali nga shtëpia. Po ti nga e more vesh? Ashtu rastisht. E po më po fute. Ik. Është ai. Jo. Nuk më duke dore ti. Kush është? Mirdita. O, Mirdita, mirë se Më falni se erdha në një kohë të papërshtatshme, po kalova këtu dhe... Do të shumë mirë, ju lutem, ç'është ajo fjalë? Urdhëroni. Faleminderit. Mirdita, zotri. Mirdita. Këtë po i thosha dhe gruas tuaj, më mbush mendja dhe trokita. Do të shumë mirë. Urdhoni, rrini ju lutem. Se po nuk trokite, mos prit pastaj të trokasin, apo jo? Në fakt, në takonte neve të vini më përpara, po mos ta e vure. Jo, s'pak shaka bëra. Urdhëroni. Po, unë erdha vetëm për të përshëndetur. Si të thuash për të paraqitur letrat kredenciale. Po, një ditë tjetër do vi për vizitë bashkë me burrin. Shumë mirë do bëni. Erdhë që erdhë të rini 2 minuta. Po mirë, po rin pak, faleminderit. Shpinë e pas keni shumë të mirë, të ngrohtë, të mirë, më të mirë se po. E mirë është, shumë e mirë është, po që do nuk është e jona. Vërtetë? Është e motrës dorimit. Pa ju ka shkuar në Amerikë, kështu që por ju ne për ca kohë. Se që thua ti zoj, ne jemi nga ata të mençurit, që shitëm shtëpitë dhe i futëm në për piramidë. Shna i hapa të plagë more burë. Vajzat nuk i pas keni në shtëpi? Jo, këtu i kam. Këtu i kam. Keni dy vajza të mrekullueshme. Nuk e di, po nuk gjej fjalë për to. Oh, Gjuli, mirë dita. Si e gjen? Mirë, po mësoje? Po, tani jam shumë e zënë. Në fakt kam filluar dhe një kurs të anglishtes, kështu që... Shumë mirë bën, nuk ka si gjuhë huaj. Era shkon shumë mirë me mësime, edhe me kursin e anglishtes, shkon shumë mirë, jam e kënaqur me ta. E mrekullueshme. Për veten e saj e ka. Ashtu, për veten e ty. Po juve zonjë me se merreni, më tha vajza që doni të hapni një dyqan mode, një sallon rrobash, a diçka të kësaj natyre, nuk e... Po, kam vendosur dhe unë të hap një butik diku aty nga qendra. Kam dhe unë dëshirë të mere me punë, se dhe në shtëpi nuk rrihet. Jo, ashtu vërtet me gjë, nuk rrihet pa punë, nuk rrihet, nuk shtyhet dot. Ju bëft mirë. Mirë se erdhët. Pas nesër do të organizoj një ceremoni për inaugurimin e butikut. Kam ftuar shumë miq edhe të afër. Kam dëshirë të jeni dhe ju. T'jemi dhe ne? Faleminderit. Familjarisht. Faleminderit.
Por krahas kësaj, do t'jem shumë mirënjohëse erës në qoftë se do të ekspozoj veshjet e butikut në një reklam televizive. Erë? Pa era është e vogël ku dene nga këto gjëra. Me pagesë, zonjë, nuk më kuptuat. Sidomos për reklamat paguhet goxha. E di, po. Kam nevojë dhe për ndihmën tuaj. Për ndihmën time? Po, ju jeni operator I vjetër. Kanë dalë të tjerë tashti. Unë kam edhe 2 kameraman të tjerë, por ju jeni profesionist. Faleminderit shumë, por në këtë periudhë kohe jam I ngarkuar me filmin. Po bëni film? Jemi duke përgatitur skenarin e së shpejti do t'ja bëjmë bam edhe neve. A mund t'ju bëj një pyetje, zotri? Po? Përse më shikoni me kaq vëmendje? Se në këtë periudhë kohe çdo gjë kam të lidhur me filmin e tij. Të gjithë njerëzit më duken si aktor. Edhe juve duhet të jeni një aktore e shkëlqyer. Unë, aktore? Po. Ku një aktore? Më falni zotri se e të prova. Po unë ju kam ftuar me gjithë shpirt në ceremoni. Urdhroni dhe ftesën. Faleminderit. Zonjë, fatkeqësia më e madhe e njeriut është se vdes pa e njojtur akoma vetveten. Juve jeni një aktore e shkëlqyer, po këtë mund ta kuptoj vetëm një artist. Sa të gatruar jeni ju artistët. Sepse të gjithë njerëzit syt I kanë në ballë, kurse ne I kemi këtu, zonjë. Neve shohim me sytë e shpirtit. E di. Natën e mirë, zotri. Natën e mirë, zonjë. Zonjë do t'ju pres patjetër. Të shohim. Më vjen keq, po nuk erdhët. Natën e mirë? Natën e mirë. Që nga me interes kjo, pas ka dhe koktejl. O ty të hëngër të mortja të hëngër të inshallah. Si s'të vjen turp ty, mëre, ha? E di që ti këroj të fare nga trut e kokës? Si unë e shikoj gruan e botës drejtën kokërdok të syrit? Ja kishë ngullur sytë dhe shikoj pa pikën e turpit? Si pusht? Po jo, moj grua. Si jo? Po jo, moj, ato janë vështrime artistike, unë e shoh me syrin e artistit. Vështrime artistike, ha? Na I bërë edhe aktore. Mos do të japësh në rol atë filmin tënd? Ha? Që jo, kam atje në skenar, rolin e dashnore së një politikani, ajo mund ta qaj. Të qafsha ty edhe filmin tënd. Mora vesh? Mora thuaj. Mirë, moj grua, mirë. Mirë, moj mirë. Pse mos zitesh? Mirë. Botë e fliqur, botë e ndyrë, bushur me zagar. Unë të pështy, më në fytyr, ta marë o djali ta marë. Ku shkon? Po vjen ai. Lëra të në punë e ti, mos dil, ullu. Po të mos dalë unë, do t'i bjerë derës, do t'unë gjithë palatin. Ç'ke që meresh me ta, Moraman? Pse meresh me ta? Le që ata e shokët e tu tani. Më vjen keq, moj, më dhimse. Po ti e bër vetë për të dhimbsur, more burr. Shiko të lutem shumë. Mos ma sill brenda se do të nxjerr të dyve jashtë, do t'ju mbyll derën. Nuk e sjell, moj, nuk e sjell. Mirë, mos partit. Qeveritës si taksi të ikën një dhe vjen një tjetër, Selanik e ta të pjetër. Kështu ka qenë, edhe do të jetë. Po, Margjem, po. Po, dërë. Se është vonë, Po, shpirt njeriu, o robë zoti. Po, unë po iki për në shpi, ç'kemi mu? Po se ke shpinë këtë Margjem, e ke pallati tjetër. Jo, te pallati tjetër e ke ti, unë e kam këtu. Po, Margjem, po, qo. Vetëm ti më do mua, as njeri tjetër nuk më do, nuk më hapin derën. Po të duan, Margjem, si s'të duan, po qo t'ashti. Jo, ullu ti këtu. Mirë, Margjem, mirë si të... Vetëm ti më do mua, as njeri tjetër nuk më do. Do marrësh në film? Po si mos marrë film, Margjem, po ti e figura kryesore. Edhe unë aty pastaj do t'i them të gjitha. Po, Gjem, po. Do t'a nxjerr vrerin e kësaj bote të fëlliqur. Po, Margjem, po, o Gjeme, ti e simbol, ti e viktime kohës sonë, ti e viktime demokracisë. Po, qotë. Po, durë, po ti e gjeni. Po, Margjem, po. Vetëm ti më do, ti e yll.
Po më gjep, po më gjep. Shpirë, Selanike e ta të pjetë. E kështu ka qënë, po më qenë, e do t'i jetë. Po më qenë, po. E drejtë. Më pëlqejnë poezitë e tua, shkruan bukur. Ti është hobi. Nuk ka menduar ndonjëherë të merrem seriozisht me poezinë. Po kjo mbase i bën dhe më interesante. Kjo janë vërtet poezi shumë të ndjella, të mbushura me sinqeritet. Ka sentiment. Ka edhe pak sentimentalizëm. Këtë më thotë edhe i me motra, dhe që është me mua, do t'jetë e kaluar, e vjetuar, je plakur. Personalisht jam partizani i poezisë ndje, sepse ajo e ka shpirtin e poetit. Dhe shpirti i poetit ka shumë dhimbje. Janë poezitë e tua, unë i ndjej dallët e shpirtit tënd. Këtu ka patica, ka spatica, ka shpërthime, ka tremiti. Çudi, nuk e shkruar ndonjëherë në të shikoj edhe këtë sy. Edhe në këto poezi shpirtit ka ca fyllet një preng. Një frikë të madhe. Nuk e di që ka ndodhur konkretisht, po. Poezitë e tua më thonë se ti vuan shumë. Të shpje unë, po frikë nga diçka, dikush, zgjidh brenda te. Për të vërtet e kam dhe të frikën. Kam dashur një djalë. E kam dashur vërtet shumë. Vdiq para disa ditësh në Itali. Nuk desha... Jo, e ndjeva unë të nevojshme të ta them. Base më ndihmon dhe mua kjo gjë. Është si... Jo, aksident. Me makinën e ti? Nuk e di. Më telefonoj një pa një. Një njëri që më ta disa gjëra që më futi frikën. Më telefonon vazhdimisht edhe më terrorizon. E çfarë kërkon ai prej te? Nuk e di. Kjo gjë më çmend. Para pse le djali sonte. Kokderri. Ti e përzure. Shpas kam ndërët i flasi miri? A pes ishte bërë? Qfar bëja, ta puthja? Ti nuk i foli. Ti e fyet ato. A mërë vesha i djallë të në vërë flakën? E që bërë ti? Vënd që ta mbaj afër i të regove rrugën. A di se që përfajsojnë këta tipa në filmin tim? Të lutem shumë, bële rahat me gjithat filmin tëndë. Po më luan mëndje e kokës kuria i djalë, ku ha, ku pi, ku lajt, ku Këta tipa në filmin tim përfajsojnë lumin. Janë produkti kësaj 4 ure që ne e quajmë demokraci. Prandaj portreti ti do mbajtur në gjysmë errësirë, i fokusuar, me një sfond krejt të zi. Unë zifsh edhe u skaterofsh ti më mirë. Kur të shohësh filmin ti? Mbylle. Po si s'më kuptove një? Të lutem shumë, mbylle. Mirë. Po si se kupton më që artisti duhet t'i nxjerrë këto që i zjejnë për brenda më. Artisti duhet të rrëfet, më se ndryshe povcet. Të lutem shumë. Do ta mbyllësh, do ta qepësh, apo shkoj në kuzhinë edhe të flem divan. Mirë, e qepa. E qepa më. E qepa. Dukesh e kënaqur. Ti pas ka pëlqyer poezita e poetit. Më pëlqeu më shumë ato që mua s'më pëlqejnë fare veç. Më duket se ky takim të pas ka trazuar. Dukesh. Si duke më? Si e dashuruar pra. Që ja fut kot. Po pse? Se ja fut kot? Kot nuk thon. Dashuria e re nxjerr dashurinë e vjetër si gozhda gozhdën tjetër. Ti kujton që unë kaq shpejt mund të harroj atë? Jo, nuk e thash këtë.
Po tani ai nuk është më Lola, kështu që natyrisht që ti do zgjesh një tjetër. Po si duket, është interesant, më tregon çika. Mirë. Mirë, më pëlqen. Pëlqen bisedojmë për poezinë, për letërsinë, për gjithësi, për jetën. Po nuk është asgjë nga ato që mendon tjera. Si ta them, me të ndihem. Ndihem mirë. Pse më shikon ashtu? E ti çfarë po mendoja? Kemi vetëm 3-4 vjet diferencë bashkë dhe jemi kaq ndryshe nga njëra tjetra. Ku e shikon ti këto? Në shumë gjëra. Në mendimin, në mentalitetin që kemi për shoqërinë, për dashurinë, për planet që kemi për të ardhmen. Ti se si m'dukesh? Si dukem unë ty? Po ja, ti nënshtrohesh fatit. Të gjitha ja lë rastësisë dhe nuk ke asnjë plan për të ardhmen. Pse ti ke plane për të ardhmen? Po, them se po. Mirë. Do të të bëj një pyetje. 100 herë të kam pyetur, asnjëherë nuk më përgjigjur. Ke të dashur? Kjo është një çështje tjetër. Si është çështje tjetër kjo? Kjo apo nuk e dashur? Sinqerisht, po. Po, dije nga unë pra. Sinqeriteti përdoret vetëm atëherë kur është i domosdoshëm. Kjo apo nuk e dashur? Flasim një herë tjetër, Lola. Natën. Natën. Çfarë është? Flori! Dëgjoj. Për 3 orë do t'jesh në Vlorë. Tek vendi që të thash, të pret Berti. Kush është Berti, se nuk e njoh? Ç'keti, do t'flasja ai pari. Faktën. Te skafi nuk do të afrosh. Me njerëz të tjerë nuk e pun fare. Këtë e di. Me të dorëzuar mallin, do shkosh tek baza numër 3. Atje do të thonë pastaj kur ke për të kthyer. Në rregull. Ja. Merr edhe këto. Po këto çfarë janë? $500 ti kesh. Pjesën tjetër do ta marrësh kur të kthehesh. Ja dhe celularin se harrova. Vetëm kam frikë se me këtë fytyrë që kam unë, mos më ndaloj njëri rrugës. Asgjë s'ka për të ndodhur, mos u shqetëso. Sidoqoftë, për ndonjë rast të jashtëzakonshëm, po vërtet të jashtëzakonshëm, poshtë sediljes ke një pistolet. Kisha shkuar në shkollë me Benz. Se keqe që bësh dhe ti. Po e mune keqe tani. Më le vetëm mes dyqanit e bëhem mune keqe. Si i bën makinë me atati? Nuk e di. Nuk e mora vesh as vetë si hipa. Më fal. Po që m'ke knaqur nduket. Shkuam një lokal jashtë qytetit. Pim diçka ndezëm dhe nga një cigare. Gallat mo. Po këtë shenjë çfarë ke? Hiç nuk kam. Si ka? E di që ishin çuna me humor ata. Po lëre humorin, po atë shenjën aty çfarë ke? Ma bet kodi me. Ata çuna ecën me shpejtësi edhe unë kur vuja rip në sigurimet nga fërkimi. Po lëre fërkimin se ajo është e thitur buzësh. E më mirë një moment opsie. Ama në era dhe ti, unë thash ishin thjesht për një kafe. Po në një motel nuk të çuan? Era pëse mi ka që idiote amu? Po janë çunat mira ata qafsha mami. Ti nuk e merr me mend sa cjellshëm janë. Që nga të cjellshëm tani. Po pra se i frym gjëra dhe u bën sikur u bë ataja. Po pra, një shoqëri e re, një variacion, një dalje nga skema e mërzitshme. Po, një aventurë. Edhe një aventurë. Një e puthur. Edhe një e puthur dhe pastaj mos u bë ataja gjë? Hiç mos më duket se po plakemi para kohë. E pse s'pas kemi të drejtën të gëzojmë, të shfrytëzojmë një rast apo një variacion? Çfarë variacioni? O i hapë se zjenë me ne e tjera. Unë kam një shok dhe ti këtë e di shumë mirë. Një shok është pak. Kurse 2 janë shumë. Nuk vi sot, jo. Sa? Ma blokoj makinën policia. Nuk e nxjerrin dot pa paguar gjobën. Dhe ti ke qenë me ta? Si nuk kisha. Po për me nisi gjithë kjo histori. Po ti? Po ta tregoj. Policin e i bëri me shenjë që të ndaloni. Po edhe?
Edhe ne nuk shndruam. Po pse? Makina e policisë na ndoqi nga mbrapa, edhe u bë një skenë të mërshme shpejtësie. Po pastaj? Po çuna donin të losteni, policia u doli përpara dhe i nxjerr pistoletën. Pistoletën? Po. E ti ma thua kështu duke qeshur? Po kujton dhe zavalli se çuna më kishin mbyrë mua për të marrë prostitut në Itali. E pse qesh? Çka ka për qesh? Po ka qenë një skenë kryevepër kur ai na kontrollon. Kur ai na kontrollonte për armë. U fillova të giligisesha. Ka qenë skenë kryevepër, komedi.